Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ermal Mamaqi hiqet nga emisioni sepse festoi fitoren e Ilirit. Pas aludimeve të shumta në rrjet se ishte larguar nga studio e firmës me vendimin e produksionit, ka ardhur reagimi i parë publik i Ermal Mamaqit. Gjithçka nisi pas momentit kur opinionisti festoi në mënyrë tepër entuziaste kualifikimin e Ilirit në finale. Sapo Arbana shpalli emrin e Ilirit si finalist, Ermali u ngrit nga karrige dhe shpërtheu në fest në një reagim që u komentua gjerësisht në rrjetet sociale. Pak orë më vonë në internet nisën të qarkullojnë pretendimet se ai ishte larguar nga emisioni pas këtij momenti. Një prej postimeve virale sugjeronte se produksioni mund të kishte ndërhyrë në zhdukjen e tij nga pjesa e mbetur e spektaklit. Por vetë Ermali ka reaguar përmes Instagramit duke rishpërndar postimin në fjalë dhe duke shkruar: "Po, është e vërtet." Më pas ai publikoi edhe një tjetër mesazh ku dha versionin e tij për ngjarjen. "Unë jam aty për të dhënë opinionin tim, dhe ky është opinioni im i pastër. Kam të drejtë të gëzohem kur miku im fiton." Në të njëjtin postim, Ermali bëri edhe një deklaratë që ka ngritur pikpyetje. "Turp i madh, nuk e prita këtë nga produksioni fermës. Vetëm sepse festova për mikun tim Ilirin më kanë hequr live. Kam video nga sheri dhe dhuna e bodyguardëve. Nuk e prisja këtë. Kaq shumë vite dhe miqësi me Arbanën. Shumë trishtim." Shkroi ai. Mbetet për të parë nëse Ermali do të jetë pjesë e finales së madhe më datë 15 qershor, apo nëse raporti i tij me spektaklin ka përfunduar një herë mirë.